Rregulla e parë, e cila i takon që ati që e vepron një punë ta bëj, rregulla e parë apo etika e parë me të cilën duhet të stoliset ai i cili e ka marrë përsipër një përgjegjësi ta kryejë një punë, është që ta përsos atë punë të cilën e ka marrë përsipër. Asesi nuk lejohet që nëse ti e ke marrë përsipër një përgjegjësi që ka të bëjë me një drejtim të caktuar, që ti mos ta dish atë drejtim. Dhe kjo vlen për të gjithë. Kjo vlen për të gjithë. Kjo vlen për kryetarin i cili është kryetari një komuniteti të madh, qoftë kryetar qyteti, qoftë kryetar shteti. Kjo vlen për drejtorin e një shkolle, kjo vlen për atë i cili ka përsipër një organizat, kjo vlen për hoxhën në xhamin e tij, kjo vlen për arsimtarët në shkollën e tyre, kjo vlen për atë i cili e bën një profesion, kjo vlen për zdrugtarin, për marangozin, për gjithë. Duhet që mos të thot se jam i filan profesionit nëse nuk është me të vërtetë i tillë. Dhe në sheriat nëse dikush pretendon se është shërues i njerëzve, mirë po nuk është i tillë, në sheriat ky njeri dënohet sepse i ka mashtruar njerëzit dhe mirret në përgjegjësi. Pejgamberi alayhis salam thot inna Allahe yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allahu i lartësuar dëshiron që kur ta bëni ju një punë, ta bëni si duhet, ta përsosni. Ai që e merr përgjegjësi një punë, Allahu i lartësuar kërkon prej tij që ta bëj si duhet. Sepse ai shpërblimin e kësaj pune po e merr komplet. Andaj edhe hakun duhet t'ja jep asaj pune komplet. Ti e ke bë marrveshjen qoftë privat, për shembull, ai që ndërton shtëpia, e ka bërë marrveshjen për kaq para do t'ja ndërtoj këtë punë. Dhe ai në fund po t'i jep ty paret komplet. Andaj nuk lejohet që ti mos ta kryesh punën si duhet. Dhe para Allahut të lartësuar ke përgjegjësi. Dhe edhe kjo hyn në atë se e ke fituar halal apo haram. Edhe kjo hyn në atë se e ke fituar halal apo haram. Dhe në momentin që ti e sheh se një punë e ke bën noksan, e ke bë të mangët, atëherë duhet që ta lajmërosh. Siç do ta cekim më vonë se sidomos në tregti mashtrimi nuk është i lejuar.